Përshëndetje miqtë e emisionit ton. Sot do të shpjegojmë ekzemën e thatë të pëllëmbës së dorës, pra kur lëkura na bëhet hiperkeratonike, dhe njëkohësisht edhe e shputës së këmbës. Ky dermatit i thatë ose irritativ i pëllëmbës së dorës karakterizohet, ose edhe i shputës së këmbës, karakterizohet nga një tharje e lëkurës së duarve. Pra, duart nuk i kemi më të zbutura, po kështu edhe shputa e këmbës qëndron e thatë dhe ashpër. Mandej, fillon që të humbasi lagështira dhe yndyra në pjesën e pëllëmbës së dorës nga brenda, fillon që pëllëmba e dorës të na pësojë një trashje të lëkurës së saj, sidomos tek mollzat e gishtit, dhe mandej kur ne do të prekim diçka dhe lëvizim me të, atëherë kjo lëkurë fillon të qahet, pra ashpërsohet, qahet dhe hera herës përfundon në inflamacion, në skuqje, në gryerje, në infeksione. Çfarë ndodh në të vërtetë me lëkurën? Lëkura e shëndetshme ka një barrierë lipidike yndyrore që e mban lëkurën të butë, por njëkohësisht e mbron atë nga irrituesit e jashtëm, nga ndotësit e ambientit, e mbron atë nga uji që neve prekim me duar e kështu me radhë. Pra, nëse kjo shtresë është e shëndetshme, edhe lëkura është e butë dhe është e yndyrshme dhe e ujshme. Kur prishen parametrat në organe, në disa organe, në veçanti, në zorrën e trashë dhe në mëlçi, këtë e kemi konstatuar nga shumë pacientë të cilët kanë ardhur në klinikën tonë, që tharjen e duarve, plasaritjen e tyre, kruarjen e kështu me radhë, këta e kanë pas të shoqëruar, por që nuk e dinin me fryrje të zorëve, me çrregullimin tretjen e jashtëqitje, hera herës me gojë të thatë ose edhe me gojë të hidhur. Atëre, kur uji dhe yndyra ulen në përqindje tek lëkura, që një nga shkaktarët është zorra e trashë, kjo bëhet më e ashpër. Ashpërsohet, trashet, plasaritet dhe fillon dëmtimi i saj në vatra, kryesisht tek pëllëmba e dorës, dhe ajo mund të marrë deri tek mollzat e gishtave. Kjo dëmton shtresat e sipërme të epidermës, pa harritur në shtresat e poshtme ku janë edhe receptorët nervorë. Ndërsa kur kjo plasaritje vazhdon të thellohet dhe të përparojë, atëherë hera herës mund të humbasim edhe ndjeshmërinë në mollzat e gishtit dhe pse jo edhe tek pëllëmba e dorës. Pas çarjes së lëkurës, sëmundja përparon me inflamacione të duarve, pasi mikrobet hyjnë lehtësisht, bakteriet mund të hyjnë lehtësisht, hyjnë në kontakt me leukocitet dhe fillojnë që edhe ato të marrin jetë. Kur kjo thatësi vjen duke u shtuar dhe lëkura trashet, kur ashpërsia shoqërohet me plasaritje të lehta në fillim dhe më vonë me çarje të dhimbshme dhe kruarje, me djegje, me skuqje, me rrjedhje limfe, atëre këto do të jenë ato simptoma që ju kuptoni se keni një dermatit, një ekzem të thatë të shputës së dorës, të pëllëmbës së dorës, dhe duhet të mirni masat, pra të merrni një kontakt ndoshta me një mjek dermatolog, ose nëse do të jemi në fazat e para, ndjekim njëherë këto produkte që ne kemi sjell dhe po ua tregojmë në ekranin tuaj. Cilët janë shkaktarët? Ndër të parat do të rreshtonim prishja e florës bakteriale në zorë. Të gjithë pacientët që kanë pasur këtë problem kanë qenë tamam me çrregullime në sistemin e tretjes. Ndonjëherë goja e thatë tregon që nuk është më problemi vetëm tek zora, por kemi çrregullime edhe tek mëlçia, ndoshta ose transaminazat ose bilurbina, ose diçka tjetër ka që e pengon, si thua, tretjen dhe jashtëqitjen. Përveç kësaj, pra përveç organeve të brendshme, kemi të bëjmë edhe kontaktet me detergjente, sapunet forta larës, materiale ndërtimi, për shembull dikush prek çimento e kështu me radhë, dhe ato grincat e çimentos ose grincat e hidroizoluesve futen në fillim në hapësirat e qelizave, dhe mandej kur këto bien në kontakt
me lagështirën, ato fillojnë të rrisin volumin e tyre duke qarë, si thuash, ose duke përshpejtuar plasaritjen e lëkurës. Ose nëse kemi të bëjmë për shembull me mbajtjen e duarve në një ambient të ftohtë, ku fryn shpesh ajri ftohtë, një klimë e thatë, një temperaturë e ulët e sendeve që neve prekim me dorë, hekura e kështu me radhë. Pra njerëz që individualisht kanë predispozicion që lëkurën e duarve në pjesën e sipërme, po në veçanti në pjesën e brendshme, ta kenë shumë delikate ose të prekur shpeshherë nga dermatite të ndryshme. Profesionet si ndërtues, parukier, estetist, sanitar, mjek që përdorin shpesh këtë antidezinfektantin, antiseptikun kur ky është sidomos është i fortë edhe me alkool e kështu me radhë, infermierët mundet që të jenë të predispozuar për të prekur nga kjo egzem e thatë e pëllëmbës së dorës. Egzema e thatë dallohet nga llojet e tjera të dermatiteve, pasi nuk kanë fluska ujë, nuk shkaktojnë alergji, nuk kanë kruarje të forta.